Përshëndetje miq, jemi si çdo javë në studio me zotin Miron Çako. Miron, faleminderit që ke ardhur sërish. Sot do të flasim për mendimet e këqija. A mundemi ne dot si individ të kontrollojmë mendimet? Pse na vijnë këto mendimet këqija? Nga e kanë burimin? Tema që ju e keni zgjedhur për sot është një temë shumë e mirë, por një temë shumë e gjerë. Të përpiqemi të koncentrojmë pak për të kuptuar origjinën e mendimeve të këqija dhe si mund t'i përballojmë ato. Descartes thot, ky filozof i njohur, që unë mendoj pa ekzistoj. Pra qenia njerëzore është një qenie mendore. Kështu që secili prej njerëzve fillon dhe mendon dhe arsyeton. Çështja është se mendimet janë të shumta që kanë burime. E para vinë nga vetë mendja jonë, e cila prodhon mendime, sepse tam jemi qenie mendore. Vinë nga shisat tona, të cilët marrin informacion nga jashtë dhe përcjellin brenda dhe njeriu përshtatet me këto informacione dhe krijon mendimin e vet, orientimin e vet. Por kemi edhe mendime ndërhyrëse ose hyrëse në qenie njerëzore, të cilat janë si shigjetime që kalojnë në mendjen tonë. Dhe këto nuk dalin as nga ne, as nga një informacion që ne mund ta marrim, por çuditërisht njerëzit i provojnë këto, edhe ju, edhe unë kam provoja të tilla, se si ty të vijnë një mendim i shigjetuar. Tham që të parat vijnë nga vetë njeriu, kurse e dyta ka një si them orientim nga jashtë. Dhe ne themi këto mendime ndërhyrëse që bëhen nga bota e padukshme. Bota e padukshme është ajo bota shpirtërore, që është ndarë në dy grupime të mëdha, është ajo e të mirës, që përfaqësohet nga Zoti, nga angjëjt, që janë qenie mendore, por dhe shpirtrat e të drejtëve, që janë dhe ato qenie mendore larguar nga kjo jetë. Këta ndikojnë në mendjen tonë me mendime pozitive. Por kemi edhe një botë tjetër e rebeluar me në krye Eosforin ose angjëjt e rënë, që themi ne, demonët, të cilët përfaqësojnë botën negative dhe ata japin këto mendime shigjet tek psiqika jonë, të cilët janë mendime të liga, mendime nga më të çuditshmet, nga më të frikshmet, nga më të ndyrat, nga më perverset dhe ose keqdarse, armiqësore ndaj vetes, ndaj tjerës, ndaj natyrës. Dhe fatkeqësisht ka njerëz që turturohen nga mendime të tilla dhe gabojnë duke menduar se këto i prodhon mendja e tyre dhe bëjnë një akuzë ndaj vetes vet, e quajnë veten njeri të ligë, njeri që mendon keq, dhe ka disa që i nështrohen këtyre mendimeve, pra i zbatojnë këto urdhra, këto shigjetime që vinë, ka disa që i kundërshtojnë. Por këto mendime, të cilat nuk janë prej nesh, janë kaq të intensive në psiqikën tonë, sa i gjajnë si një lloj grushtimi që bëhet në një ring. Gjithë ne kemi parë boksin, është një lloj grushtimi që bëjnë ata që luftojnë me njëri tjetrin. Mund ta quajmë këto mendimet të liga si grushtime të djallit në mendjen e psiqikën tonë. Dhe ai është një qenie mendore, djalli është një qenie mendore që nuk lodhet, siç lodhet truri ynë, sepse ai nuk ka tru, është vetëm thjesht mendim, por neve mendimet i depozitojmë në tru dhe pastaj këto thehen në fjalë dhe në veprime. Kështu që truri ynë lodhet, prandaj dhe ne kapitulojmë. Dhe ndodh ajo që ose njeriu prishet mendërisht, domethënë çmendet, ose njeriu lodhet dhe nështrohet. I beson këto mendime. I pranon këto mendime, pra i nështrohet. Këtu kemi një ndikim demoniak ose një demonizim që kjo pastaj mund të kalojë ose në krime ndaj të tjerë ose krime ndaj vetes, janë mendimet vetvrasëse, për shembull, ose që quhen fiksime nga ana e psiqiatrisë ose dhe e psikologjisë. Kurse për ne si duke studiuar njeriu në shkencën e teologjisë, nuk janë thjesht mendime që lindin nga truri ynë, sepse njeriu nuk është thjesht një qenie thjesht mishore, por mendimi e ka origjinën nga shpirti. Dhe tek shpirti kanë të drejtë hyn bota shpirtërore. Dhe
përveç ajo që është e mirë, që na frymëzon për mirë, është ajo bota e keqe që na frymëzon për keq. Ky është problemi, si ti përballojmë këto mendimet e këqija se mendimet e mira mirë se të vinë. Tani do të qëndrojmë pak te frika, Miron. Shumica e mendimeve të këqija e kanë burimin edhe tek frika, siç thatë edhe më parë, dhe janë mendimet e frikshme. Për shembull, një nënë që mund të ketë frikra të ndryshme për fëmijën e saj dhe i rimendja aty. Këto lloj frikrash, këto lloj mendimesh të këqija, nga e kanë burimin? A janë këto mendime kështu shigjetuese? Po. Frika tek njeriu është e mbjellë nga Zoti. Në fillim, sepse e para duhet dim që njeriu ose si thot shkrimi i shenjtë tek psalmet, frika e Perëndis është fillimi i diturisë. Çdo më thën frika e Perëndis. Frika e Perëndis do të thotë që ne, si qenie mendore, duhet të mendojmë se ekziston një krijues, një zotërues dhe një gjykatës. Frikë do të thotë një admirim, një adhurim, nështrim, bindje ndaj kësaj qenie superiore që ne i themi Zot. Por kemi dhe frikën që erdhi mbas mëkatit. Njeriu i parë pati frikë Zotin në frikën e keqe si gjykatës, jo si i gjithë pushtetshëm, por si gjykatës, mbasi hëngri frutin e ndaluar që u frymëzua nga angjëlli i rënë, dhe atëre njeriu u fshe nga prania e Zotit, dhe kur Zoti tha ku je, i tha Adamit, pra ai tha jam fshehur këtu mbrapa një peme, sepse kam frikë dalë se jam lakuriq. Këtu përdoret e para fjala frikë. Është e para herë që përdoret në shkrimin e shenjtë frikë. Kjo është frika e mëkatit. Pra kur ne bëjmë mëkat, ne kemi frikë. Është si të fëmijët e vegjël, për shembull. Kur bëjnë gabime. Kur bëjnë gabime, ata kanë frikë nga prindit, se kanë frikë nga qortimi. Kështu edhe neve, kur bëjmë mëkat, dhe ne lindim me mëkat, se lindim me mëkatin së të gjyshor, prandaj edhe frika e keqe është këtu brenda nesh, frika e mëkatit, plus që kur ne bëjmë mëkate personal, kjo frikë shtohet në amplitudën e vet, dhe ne kemi frikë Zotin në frikën e keqe, sepse Zoti për ne është një gjykatës. Madje ka fe që e shikojnë Zotin vetëm të frikshëm. Dhe kështu ata ngrin gjithë doktrinën e tyre ndaj një Zoti të, si them, hakmarrës, dhe janë fe të nënshtruara. Madje kur ne themi që Zoti është dashuri dhe Perëndia është ata na shikojnë neve me kështu me çudi. Juve po ndryshoni karakterin e Zotit. Zoti nuk është i tillë, Zoti është gjykatës, është i frikshëm, sepse është e frika e mëkatit. Por kemi edhe frikra të tjera të cilën na vinë që nga eksperiencat e jetës, që duhet janë dhe të mira, po janë dhe të këqija. Për shembull, frikrat e mira janë kur neve nga përvojat e këqija ruhemi. Për shembull, njeriu ka krijuar eksperiencat e veta, ose i mëson, ose dhe i përjeton. Për shembull, frika nga zjarri, frika nga uji, frika nga, çfarë them unë, nga fenomene natyrore, ose nga, si them, nga rregullat e qarkullimit që mos për aksidente gjitha. Këto nguliten te njeriu dhe këto janë masa mbrojtëse. Por kemi edhe disa frikra të cilat janë të palogjikshme. Këto frikra të palogjikshme pasaj kthehen në fobi dhe kthehen në neuroza, dhe këtu tani përsëri si me mendimet e këqija vjen përsëri fryma kundërshtare. Djalli është një qenie që ka frikë. Sepse ai kur urrëzua nga parajsa, ai tashmë një nga gjendjet e tij sunduese është frika ndaj Zotit, se është i drejtë Zoti. Frika nga dënimi i ferrit. Kështu që ai kur posedon një njeri me mendimet që ja fut edhe frikën, sepse ai përçon vetveten. Djalli duke qenë frym, mendje futet brenda psikikës tonë, dhe ai injekton gjithë atë gjendjen e tij. Prandaj këto frikra janë frikra të këqija. Dhe thuhet nga shenjtor, për shembull shumë Porfiri, thotë, atje ku ka frikëra, ku ka fobi, depresion, aty ka djall. Pra nuk janë thjesht kështu probleme psikologjike, si psikiatria për shembull i trajton si probleme të trurit, ose psikologjia si ndjesi. Këto nuk janë thjesht. Këto janë probleme trurit, sepse truri, çfarë bën truri? Truri është materia organizuar në shkallë më të lartë që mendimet e brendshme të shpirtit, dhe çfarë është mendja syri i shpirtit, që është syri për trupin. Dhe shpirti pra është një qenie mendore që nëpërmjet mendimit, ai jep, si them, informacione vet. Truri mendimin e kthen në fjalë dhe unë e flas tani mendimet e mia me anë kordave zanore ose veproj. Pra truri nuk se mendon, truri posedon mendimin dhe e kthen. Siç bëjmë me teknologjinë. Sot për shembull teknologjia nëpërmjet valve
ose algoritmi i kthen këto algoritmi i kthen në mendim dhe në fjalë që ti sot i dëgjon ose i shikon në internet. E njëjta gjë ndodh me trupin ton. Por jam unë ai që çoj informacion në një kompjuteri. Është mendja që është atributi i shpirtit që çon informacion trurit. Pra, psikiatria dhe psikologjia e trajtojnë mendimet si çështje të trurit. Ky është problemi. Prandaj ato trajtohen edhe me medikamente, që janë këto drograt për të parandaluar mendimet, ose me terapi, siç i trajton psikologu. Por, prap mendimi nuk largohet. Pse s'largohet? Mendimi keq flas. Sepse mendimi keq është imponuar nga një forcë e padukshme, e jashtme, një qenie tjetër mendore që e kaplon qenien ton, shpirtin ton, intelektin ton dhe trurin ton dhe na kontrollon. Këtë se largon dot a psikiatri, a psikolog. Prandaj ka njerëz që edhe pse bëjnë terapi me ilaçe, edhe si te psikiatri, edhe te psikologu nga mendimet e këqija nuk largon, madje deri aty sa viktimizohen. Prandaj, mënyra se si mund largohemi nga mendimet e këqija është që ne duhet kërkojmë ndihmën e Zotit. Zoti është ai që largon nga njeriu posedimet demoniake ose mendimet e këqija. Unë vetë personalisht kam vuajtur nga të tilla probleme. Dhe nuk më vjen zor ta them. Madje e them për të ndihmuar shumë njerëz tjerë. Sepse mendimet e këqija posedon njeriu në forma nga më ndryshme. Një ndër mënyrat që posedohet një njeri nga mendimet e këqija është e lidhjet magjike. Lidhjet magjike janë kërkesa që i bëhet një forcë demoniake që të posedojë një njeri. Dhe ti imponohet me mendimin që do magjistari. Për shembull, të shkatrojë jetën e tij, ose të bëjë një vrasje, ose të bëjë një krim, ose të bëjë diçka të keqe vetes vet. Dhe kjo janë mendime ndërhyrëse që ti nuk e kontrollon dot. A quhen mëkat për këtë personin që i bën? Ai që bën magji patjetër, sepse jo ai që bën magji. Ai që është i poseduar quhet është viktim. Por mëkati është kur ai nënshtrohet. Për shembull, shumë njerëz sot që trajtohen nga psikiatria ose nga psikologët nuk kanë probleme me trurin. As me ndjesit, kanë probleme se janë poseduar nga demonët, kanë nevojë për egzorcizmin e kishës. Dhe vetëm Zoti e largon mendimin e keq. Pse? Pse? Se tani do themi ne po pse. Dhe Zoti nëpërmjet institucionit që është kisha. Djalli e ka fuqinë tek mëkati. Si mizat e kanë fuqinë në plerat. Në qoftë se ne do heqim mëkatin, dhe mëkati nuk i qet shumë thjesht me një ndjesi më fal, por mëkati e kemi thënë edhe tjetër ka një kosto që lahet me gjak, jo me gjak kafshësh, po gjak njeriu i pastër që nuk e ka asnjëri, vetëm biri i Zotit që u bë bir njeriu, pra Jezu Krishti, ky pra si qingj i Perëndis luaj mëkatet e njerëzve. Një njeri që shkon te Krishti, Krishti ja fal mëkatin se ka paguar Krishti, dhe në momentin që i falet mëkati, ikën gjithë ajo vendi ku rin demonët ose të riqen demonët dhe atë ikën papastërtia e mëkatit, ikën dhe djalli, ikën dhe mendimi i keq. Kjo është arsyeja që ka shumë njerëz për shembull që e provojnë, kur shkojnë në kish, ndjen të qetë. Po. Shlirohen pa, thot sa mirë ndjeni këtu. Pse? Sepse në kish është fuqia e Zotit që e distancon djallin, thot largohu nga krijesa ime. Por sa dalin nga kisha këta prapë posedohen nga mendimet, sepse nuk janë bashkuar me Zotin. Nuk mjafton vetëm të besosh se ekziston Zoti. Duhet bashkohesh në mënyrë mistike me Zotin ose misterore me Zotin, që është pagëzimi, është mirosja, është kungimi, ose kur ne bëjmë mëkate mbas pagëzimit, kemi misterin pendim rrëfimit. Vetëm kështu largohen mendimet e këqija. Prandaj një nga konsultat që kemi ne me atin rrëfys nuk është vetëm të tregojmë veprime mëkatare, por mendime që na çojnë në mëkate. Shumë njerëz thonë për shembull, pse duhet shkojnë te ati rrëfys, çfarë do them? Unë s'kam vrarur, s'kam prerur, s'kam vjedhur, s'kam gënjur, s'kam. Tipike kjo. Po mirë, menduar nuk e mendon ndonjëherë keq. Mendimi i keq, edhe mendimi i mirë, por flasim për mendimin e keq, si fara. Një farë e ithrës, ka rënë atë tokë dhe pastaj del ithra ose del ferra. Pra, çështja është nga ajo fara del, edhe një veprim i keq te ne. Fillon nga një mendim. Prandaj thot Krishti, thot nuk mjafton të shkosh me gruan e tjetrit ose me burrin e tjetrit, boll ta shikosh me dëshirim, me një mendim lakmus gruan e burrit tjetrit, ti ke thyer kuronë në zemrën tënde. Ose ju është thënë mos vrit, po unë them kushdo që zemërohet pa shkak me vllajën e vet,
tashmë ka bërë mëkatin e vrasjes. Mendimi pra çon në një veprim. Prandaj mendimet e këqija nuk duhen toleruar, sepse i dëgjojmë këtë për shembull te psikiatrët dhe psikologët. Janë probleme të trurit, leri mos i jep rëndësi, leri të kalojnë e gjitha. Por këto nuk kalojnë. Se ku të kalojnë? Ato rikthehen, po. Kalojnë shumë mirë, hajde po i gjejmë, por nuk kalojnë sepse djalli nuk do t'ja di për urdhën e psikologut ose për terapinë e psikiatrit. Ai largohet vetëm me urdhën e Zotit dhe ku largohet mëkati. Prandaj terapia për larguar mendimin e keq, jo sepse e themi neve se na pëlqen neve, po bëjmë tani një farë propagandë ose po bëjmë reklam. Largohet vetëm nga Zoti, dhe Zoti ka emër Isu Krishti nëpërmjet kishës. Kështu u lirova dhe unë, që kisha një luftë mendimesh për një kohë shumë që nga fëmijëria. Dhe unë mendoja se kisha një njeri që kisha probleme me mendjen time. Unë s'kisha probleme me mendjen, edhe trurin tim. Unë bëja shpeshherë dhe, si them, ekzaminime, unë dilsha njeri shumë normal. Përpara se të besoja. Pastaj, kur unë besova në Zotin dhe kuptova që është bota e padukshme, ajo e Zotit dhe ajo e djallit, kuptova nga kush isha poseduar unë për kaq kohë që turturohesh nga këto mendime të këqija, që nuk ishin të lehta, ishin një lloj boksimi, dhe pastaj u lirova. Dhe kjo është arsyeja që nuk ka mënyrë tjetër për të liruar nga mendimi i keq, vese nga terapia e Zotit. Miron, këto mendimet këqija, shpesh herë njerëzit i përkthejnë si paralajmërime të brendshme. A kanë lidhje, ke parasysh thonë shpesh herë që sikur e parandjeva. Shiko, këto janë lojrat të djallit. Pse janë lojrat të djallit? Sepse njeriu nuk ka asnjë lloj aftësie parashikuese, telepatia, që janë këto të gjitha, ose ndjeshmëria. Edhe thonë ose déjà vu ose të gjitha që krijojnë këto ideja. Jo. Ai bën lojra të tilla që të na krijojë neve sikur kemi vetira binatyrore, dhe këto ne i besojmë, pastaj i ushtrojmë dhe ka sot profesionistë që iqen me këto si parashikues. Jo, këto janë lojra të ligut. E kemi folur dhe njëherë tjetër, të ardhmen e di vetëm Zoti dhe askush tjetër. Dhe Zoti ja zbulon angjëve, ja zbulon dhe njerëzve. Djalli nuk e di të ardhmen, po djalli në një farë mënyre parashikon në eksperiencat e tij ose ai gënjen dhe kush kët kapi. Prandaj këto nuk janë. Çështja është kur ne na vijnë mendimet nga brenda. Po ti shikosh, mendimet nuk vijnë nga truri. Vijnë nga zemra, vijnë nga bota shpirtërore. Pse thot njëri më dhëm zemra? Nuk thot më dhëm truri, më dhëm zemra. Sepse e thot Krishti, nga zemra e njeriu vijnë mendimet e mbrapshta. Dhe kurvëri, kurorshkelje, vjedhje, vrasje, blasfemi, gjitha këto. Kush është zemra? Tani s'po flasim për muskulin. Zemra në shkrimin e shenjtë nuk është muskuli që pompon, por zemra është epiteti i shpirtit. Në këtë dhomës muskulore të zemrës qëndron shpirti, qëndron ti, unë i unë. Aty fillon, sepse shpirti është qenie mendore. Dhe shpirti pra mendon dhe nëpërmjet intelektit, që është syri i shpirtit, ja jep këto ndihime trurit dhe truri i shpreh këto nga jashtë në botën fizike. Këtu, por zemra e njeriu është e prishur. Sepse lind me mëkatin e Adamit. Kur bëri mëkat Adami, djalli kapi atij botën shpirtërore, pastaj botën fizike. Vdiq shpirtërisht, pastaj vdiqte fizikisht. Kështu që ne që kur lindim e kemi djallin në zemër, është një pjesë në shkrimin e shenjtë. Ja deti i madh dhe i gjerë. Atje janë shtërpit pa numër qenie të gjatë, vogla të mëdha. Atje është dragoi që krijove për lutjen e të. Si interpretojnë etrit e kishës? Nuk po flet Davidi, psalmisti Davidu, nuk po flet për detin, por e merr këtë në mënyrë alegorike për treguar zemra e njeriu. Zemra e njeriu si det. Është e pafundme, thellësitë e zemrës së njeriu pafund. Por atje ka lloj-lloj shtërpish, ka lloj-lloj mendimesh. Gjarprish, gjërash, dhe atje është dhe dragoj, atje ri djalli. Në zemrën e njeriu ri djalli, prandaj nga zemra e njeriu vijnë mendimet e këqija. Kur vjen Krishti, e largon djallin nga zemra, qëndron Krishti në zemrën e besimtarit të pagzuar dhe atëherë fillojnë mendimet e mira. Dhe mendimet e këqija nuk të bruhen më nga zemra, po të vinë nga jashtë, të shigjetojnë. Në momentin që këto mendime tani vinë nga jashtë, atëherë kur Krishti është brenda me, djalli nuk i brenda, sepse ai që është brenda ne është më i fortë se ai që është jashtë, dhe kështu kur thrasim emrin e Krishtit, djalli nuk ka fuqi që mendimin e tij të lig ta stacionojë te neve.
Prandaj, një nga metodat kur vjen një mendim i ligë, flasim për ata që janë të pagzuar dhe janë të krishterë, është Zoti Jezu Krisht biri i Perëndis mëshiron mua mëkatarin. Në momentin që ti mendon kështu, atëherë ky është një shigjetim që i bëhet djallit dhe djalli largon mendimin e keq. Ikën djalli, ikën dhe mendimi me atë. Ose është dhe indiferenca. Psikologët e kanë marrë nga kisha këtë lloj terapie. Indiferenca për mendimin, mos i jep rëndësi mendimit keq. E thotë Shën Pajisi, mendimet e këqija janë si aeroplan që fluturojnë, por disa thot ulen në pistë. Dhe nëse ne i lëm të ulen në pistë, ata do qëndrojnë aty. Pra, s'duhet t'i japim rëndësi. Por nuk e thirrëm me emrin e Zotit, Jezu Krisht, mendimet e këqija nuk largohen. Ata do ulen dhe do gozhdohen në mendjen tënde. Fakti që jetojmë në një botë shumë egocentrike. Kjo i ka shtuar mendimet e këqija të njerëzit? Patjetër, shiko. Kur bota ishte më e moralshme, demonët jetonin në përpyje ose në për detra, në për shkretira. Kurse tani, ata kanë ardhur tek njerëzit. Dhe jo vetëm janë brenda qytetërimit njerëzor, po janë dhe brenda shpirtrave njerëzor. Prandaj edhe janë shtuar mendimet e këqija dhe veprimet e këqija. Prandaj sot jemi bërë një shoqëri kaq shumë problematike, jo vetëm se kemi mendime deri në perversion, por këto përkthehen në veprime dhe kjo pasaj kthehet në bumerang. Shoqëria shkatërrohet. Prandaj sepse njerëzit janë bërë apostat, kanë mohuar Zotin, e kanë shtyrë Zotin. Për shembull, mba mend kur Krishti shkoi dhe shëroi një të demonizuar në Gadar, që i kishin hyrë legjon demonësh. E pyeti Krishti si e ke emrin? I tha djallit jemi legjon. Fjalë legjon do të thënë ishin 3000 ushtar që bënin një legjon ose 6000 ushtar, një legjon romak. Për treguar se kishin hyrë shumë demon te ky njeri, e kishte humbur mendjen fare. Me thënë që quhemi i marr, ka ikur fare. Ka dhe njerëz të tillë fatkeqësisht. Por Krishti largoi demonët, i tha ik, dhe demoni tha na çote derrat, mos na le të shkojmë në humbje. Dhe kur hyn te derrat, demonët derrat u xhindosën dhe ranë në liçen u mbytën. Por njeriu u erdhi në vete dhe ul te këmbët e Krishtit. Tani kur erdhën ata njerëz që bënin tregti të palishme me mishin e derrit, i tha Krishti largohu prej nesh. Dhe u largua Krishti. Tani kush ishte më i demonizuar? Ai që kishin hyrë demonët apo ata që i thanë Krishti largohu? Pra, të largosh Krishtin nga jeta jote, nga familja jote, nga qytetërimi yt, ti ke bërë një dëm kaq të madh vetes, sepse njeriu nuk mund të jetë një qenie neutrale. O do jetë në ndikimin e Zotit, frymëzimin e Zotit, o do jetë në ndikimin dhe posedimin e demonëve. Nuk mund të rrim në dot. Prandaj, po largum Zotin, do vi ai tjetri. Dhe patjetër ai do përkthehet në mendimet e këqija edhe në veprimet e këqija. Tani unë kam një pyetje praktike. Në kish, Miron, a vin njerëz që kërkojnë ndihmë vetëm sepse kanë mendime të këqija? Dhe kur është momenti kur neve shikojmë veten që nuk mund t'ja dalim dot, se siç jemi egoistë ne mendojmë se mund t'i mundim vetë mendimet e këqija. Kur të fillojmë ta kuptojmë që këto mendime po na vijnë nga forca demoniake dhe të drejtohemi të kërkojmë ndihmë në kish? Po. Jo çdo mendim i keq vjen nga forca demoniake, sepse vjen nga pakujdesia njerëzore. Për shembull, ne informacionin e marrim nga shqisat. Nëse ne nuk i lëm shqisat ose i lëm shqisat pa vetë kontroll, nëse ti do marrësh një informacion negativ, për shembull një pamje pa moral. Detyrimisht, ajo pamje pa moral do vinë në psiqikën tënde, do përkthehet dhe do të japin ndjesinë tënde dhe kështu do të fillojnë problemet e mendimeve pa moralshme. Tashti, këtu nuk ta ka fajin shumë djallit, sa e ka fajin pakujdesia jote. Ose ku lëm një mendim zëmërimi për dikë dhe nuk japim, nuk logjikojmë, more pse duhet ta kemi nat një person? Vërtet ka bërë gjë apo unë gjykoj se ose paragjykoj se ai ka bërë. Pra, ne i bëjmë shkak vetë të mendimeve të këqija. Por këtu shfrytëzon i ligu. I ligu ku shikon pa pastërti, që fillon që me mendimin, ai vjen dhe amplifikon këtë mendimin e keq. Tani kur na vin këto mendime shigjet ose ndërhyrëse, këto janë mendime që ne nuk na largohen dot. Ti sado që punon me veten tënde, bëhesh indiferent, merresh me një punë, një aktivitet, prapë ato janë tek ty, janë si gozhda, të ngulura fort në psiqikën tënde. Këtu tani nuk kemi më
thjesht një mendim ndërhyrës ose një mendim që na erdhi nga një pakujdesi ose diçka kalimtare, se njeriu është qenie mendore. Atëre është diçka që është ndërhyrëse. Këtu duhet shqetësohemi. Dhe atëherë duhet konsultohemi. Dhe konsulta më mirë është me atin rrëfyes. Sepse te ati rrëfyes nuk shkojmë te një njeri, shkojmë te një instrument i Zotit. Dhe Zoti e di mendimet e këqija që kemi ne, sepse ai na gjykon dhe për mendimet, por di dhe shkakun nga vjen ky mendim i keq. Dhe ku ne shkojmë te ati rrëfyes, tregojmë mendimin, por tregojmë edhe pse erdhi ky mendim i keq, nga një pakujdesi, nga një neglizhencë, nga një përtatësi shpirtërore, atëherë thot, po këtu ke gabuar ti, kjo është pjesa jote, e nulizon Zoti dhe atëherë mbaron ti me pjesën tënde dhe Zoti pastaj bën pjesën e vet dhe largon mendimin. Kjo është arsyeja që na vijnë shumë njerëz. Për shembull, në zyrën tonë të katekizmit na vijnë shumë njerëz që kanë probleme të tilla. Ka shku dhe te psikiatri, ka shku dhe te psikologu dhe nuk e kanë zgjidhur problemin e mendimit keq, torturues. Domethënë mendime të frikshme, mendime vrastare për të bërë vrar veten, për vrar të tjerët, torturuese që janë të tmerrshme. Domethënë që njerëzit vuajnë ferrin këtu në tokë. Dhe atë i japim këtë zgjidhje. S'bëjmë ndonjë gjë, ne nuk japim ilaçe. Ati depresiv. As nuk bëjmë terapi, që shtrijohet tjeti në kanapé dhe më tregon mua tani jo. Ne ç'a themi? Shko tek Zoti. Shko me pendim. Shko me rrëfim. Dhe prano terapinë që bën kisha. Kisha ka dhe egzorcizmin, ka lutjet veçanta. Po sa doja të pyesja për këtë, praktikohet? Po. Kisha ka lutjet veçanta që quhen egzorcizëm, për raste kur mendimi është konsistent dhe nuk largohet. Sepse shikon që ka një posedim. Do me thënë, djalli jo vetëm ka kalu kalimthi tek një qenie, por ai është stacionuar atje. Më kupton? Atëherë në këtilla raste nuk ja vën vetëm një terapi ose një këshill, po duhet një lutje. Angazhohet kisha dhe bën lutje tek Zoti, Jesu Krisht, që të largohet mendimi i keq që vjen nga forcat demoniake, por që gjithmonë e gjen shkak tek mëkati njerëzor. Prandaj janë të lidhura pendim rrëfimi me egzorcizmin. Madje edhe kur ne shkojmë për të pagzuar në kisha bën 3 egzorcizma një personi. Dhe po ti dëgjosh me vëmendje çfarë thot prifti, i thot djalë largohu prej kësaj krijese. Mendimi ligë etj. Pra, këtu fillon kisha impenjohet me njeriu dhe ne me fuqinë që ka nga Krishti, me autoritetin, largon djallin që është shkak i mendimeve të liga. Sepse i pari që prodhoi mendimin e ligë është djalli. Pastaj ai e injektoi te njerëzit e parë dhe vazhdon e injekton edhe te neve. Kjo pastaj bëhet si them edhe publike, sepse jetojmë në një botë të kontaminuar me mëkat, që është shumë e vështirë që neve mos ndikohemi nga këto mendime. Por atëherë do vigjilencë shpirtërore, do një lutje të vazhdueshme, që është kontakti vazhdueshëm me Zotin, do të thrasësh emrin e Perëndis dhe do të bësh një jetë misterore. Po i bëre këto, mendimet e këqija sado që do vinë, do të bezinë si ato mushkonjat, por nuk do të qëndrojnë tek ty. Pra, nuk do stacionohen dhe nuk do kryejnë funksionin për të shkatruar psiqikisht njeriu dhe fizikisht. Lufta e mendimit është lufta më e tmerrshme që mund të përballojë njeri. Sepse është luftë me forca që janë përtej fuqive njerëzore. Prandaj dhe duhet ndihma e Krishtit. Si thot dhe Zoti Krisht, pa mua nuk bëni dot asgjë. Aq më tepër në luftën kundër mendimeve të këqija. Lavdi Zotit për të gjitha. Shumë faleminderit Miron, e kam gjetë veten në shumë përgjigje, sepse temat që diskutojmë shpesh herë jemi dhe vetë pjesë e këtyre temave. Faleminderit që ndave këtë mesazh dhe këtë, kështu që sa më shumë shkoni në kish miq, vetëm kjo dhe të kryeni me misterin e pendim rrëfimit. Për mendimet, mos neglizhoni mendimet. Shumë faleminderit.